Vetëm një muaj e gjysmë pas japi dyert dhe filluan udhëtimet e para, terminali i ri për transportin publik në qytetin e Sarandës është ndërruar në një problem për qytetarët. Një grup prej tyre dolën këtë të mërkur në një protest para bashkisë, kryesisht të moshuar dhe shofer, operator dhe udhëtar të linjave ndërqytetëse që lidhin Sarandën me zonat përreth, Delvinën apo fshatrat e Finiqit dhe Konispolit. Tashmë që autobusët nuk futen më në qytet, por ndalojnë në terminal, 1.5 kilometra larg qendrës së qytetit. Mira udhëtarëve çdo ditë do t'ju duhet të marrin një tjetër urban, i cili vjen shumë rrallë. Më të dëmtuar sipas protestuesve janë të moshuarit, të cilët nga zonat rurale udhtojnë drejt Sarandës për vizita mjekësore. Dua të flas vetëm për fshatat që kam në ngarkim. Nëse marr 6 ose 7 veta ditën, unë 5 do t'i çoj në spital, 3 për analiza që të vi plaku 8 vjeçar. Nuk është e leverdishme. Gjithë institucionet janë në Sarandë, janë mbledhur në Sarandë. Gjykata, shkollat, spitalet, analizat e spitaleve. Nëse vjen një njeri i moshuar që të dojë të bëjë analiza në spitale dhe është esëll i pangrënë në mëngjes, a mund të bëja i rrugën deri në spital 1 orë e ca? Jo vetëm që mungon transporti urban i shpesht, që të mund të çojë nga terminali në stacionet e qytetit, por edhe kostot e shtuara janë një bare madhe për ata që shpesh i duhet të shkojnë në Sarandë. Plus paguajmë dhe 1.000 lekë që tepër. Pse? Ne bileta që 1.500 lekë. Ne paguajmë tash 2.000 lekë. Kërkesë të veçantë kanë linjat që lidhin Sarandën me Delvinën. Sipas protestuesve, dy qytetet kanë marrëdhënie të veçanta dhe duhet të lidhen me një linjë urbane, si ato që lidhin kryeqytetin Tiranë me Vorën dhe Kamzën. Delvin Saranda është një linjë historike që vazhdimisht ka sjell punëtor shumë, veta kanë ndërprer punën, nuk punojnë dot, nuk harin dot gratë të vinë të marrin këmbën me rrugë, sepse është edhe kosto shtesë. Më herët, qytetarët e Delvinës kanë depozituar ankesat e tyre pranë institucioneve, ndërsa rreth 350 banor kanë firmosur një peticion kundër situatës së krijuar pas zhvendosjes së stacionit në terminal. Për ta, debati nuk lidhet vetëm me terminalin e ri, por me aksesin e qytetarëve në shërbimet bazë dhe me koston që kjo mënyrë e re e organizimit të transportit sjell për banorët, veçanërisht për të moshuarit dhe familjet që varen çdo ditë nga transporti publik.